Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Plas Sheri, Kiara Tito shpërthen ashpër në rrjetet sociale. Moderatorja e njohur Kiara Tito ka reaguar publikisht në rrjetet e saj sociale ndaj një ndjekëseje e cila duket se ka përdorur gjuhë fyese ndaj saj. Çifti i njohur Kiara dhe Luizi po punojnë aktualisht për një projekt të përbashkët kinemaje që pritet të lançohet në vitin 2026, por vëmendja e madhe mediatike shoqërohet shpesh edhe me reagime jo dashamirëse nga individ të caktuar. Në një postim në Instagram, Kiara ka publikuar emrin dhe foton e profilit të një zonje, duke shprehur habin se si dikush mund të përdorë fjalë të ulta ndaj një gruaje tjetër. Ajo theksoi se nëse një personazh nuk pëlqehet, zgjidhja është injorimi dhe jo ofendimi, duke e cilësuar veprimin si të turpshëm dhe duke kërkuar raportimin e profilit në fjalë. Ky qëndrim shënon një reagim të rrallë nga ana e moderatores, e cila zakonisht zgjedh të mos përfshihet në replika publike me komentuesit negativ.